Zoti Membi Krasni që ka qenë kryetari i aksidentuar, se për këtë ardhes e tij si kryetari i Partisë Demokratike, ne dimë gjithë. Për shkak të shkumit liderit në Hag dhe ka qenë obligative të kalon një lider ashtu siç është. Partia Demokratike ka nis betejë mes qytetit dhe zonës së Drenicës. Ristrukturimi i Partisë Demokratike për me rujt atë epiqendrën militare ka arrit zona e Drenicës për me mbrojt Partinë Demokratike për shkak se pjesa urbane e Prishtinës ka desht që të centralizoj grupe të caktuara dhe ta ndaj Partinë Demokratike, që për mendimin tim ka qenë një gabim i madh. E dyta, që du me ta lidh to që bërë një gabim të vogël, është që Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike kanë struktura në tërë territorin e Kosovës në mënyrë të organizuara. I vetmi subjekt politik që nuk ka është lëvizja vetëvendosje. Ta nëzojmë shembull. Me një fshat caktuar, ose me një zonë të caktuar. Nuk e ka një kryetar, një nëndege. Aty s'ka strukturë. Ne e dim çfarë betejë po kryet. Deshna këtu me ta lidh. Ato çka tha ti, lutem struktura. Idenë për grupe klientelistë, jo, për struktura.